Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e radhës e vërteta për e vërteta.net. Sot do të flasim për ato që po ndodhen në terren, pa dorashka, siç e dini vetë ju, por përpara se të shkojmë atje do doja t'ju bëj një historik fare të shkurtër për të kuptuar se si kemi ardhur deri këtu. Dhe marrësh kas këtë nga disa dalje të mia të live që kam bërë në televizionin shqiptar ku kam parë disa njerëz të fajsojnë presidentin Trump dhe të djathtën, apo presidentin Obama dhe të majtën, apo dhe Netanyahu dhe të djathtën e Izraelit. Dhe kjo është një mënyrë e gabuar për ta parë situatën, sepse nëse e shikojmë në këtë mënyrë nuk zgjidhim asgjë. Dhe prandaj do ta tregoj këtë historik të shkurtër, sepse duhet kuptuar që për sa i përket Izraelit, për sa i përket kësaj që po ndodh në lindjen e mesme, nuk ka të majtë apo të djathtë si këtu në Amerikë, si në Izrael, apo gati mund të them edhe nëpër Evropë, por të gjithë janë një parti. Pra të gjithë kanë një mendim dhe të gjithë janë bashkë për sa i përket kësaj. Këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo ka filluar në fillim të viteve 1980, sepse shikojmë një injektim shumë të madh parash nga izraelitët dhe nga lobi hebrej, pra nga hebrejt në përbot në politikën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse shikojmë politikanët amerikanë të cilët marrin para nga lobi hebrej nga vitet 1980, domethënë trendi është si thua në një rritje të paparë krahasuar me vitet më përpara. Ky pagim i politikanëve amerikanë këtu ishte një parapërgatitje për atë që do ndodhte në lindjen e mesme, pra për luftën Iran-Irak, ku po përgatitej të përkrahej Iraku, sepse gjithmonë lobi hebrej, gjithmonë hebrejt e kanë parë Iranin si një forcë të vërtet kundërshtuese ndaj këtyre ambicieve të tyre për zgjerim në lindjen e mesme. Për sa i përket vendeve arabe, me thënë të vërtetën, ata nuk i kanë parë kurrë këto si vende kërcënuese, si vende konkurrente. I kanë parë si vende kërcënuese, por jo si vende konkurrente. Irani është i vetmi shtet të cilin ata shikojnë në këtë mënyrë dhe për këtë punë ata nisën luftën e parë duke përkrahur Saddam Hussein, duke përkrahur Irakun në luftën e parë Irakut me Iranin. Kur e panë që nuk dolën të suksesshëm në atë luftë, filloi faza e dytë. Faza e dytë ishte lufta midis Irakut dhe Kuvajtit. Në këtë luftë u bë diçka e cila, si thua, mbushi mendjen vendeve të vogla arabe, se ato janë në kërcënim të përkohshëm, për të gjithmonshëm dhe vetëm bazat amerikane në vendet e tyre do të ndihmojnë këta njerëz. Pra filloi dislokimi i bazave amerikane në lindjen e mesme në përgjithë të vendet e vogla, duke rrethuar, duke ju ofruar Iranit. Më pas, pasi Bushi i parë, dhe kjo ndodhi në Bushin e parë, në luftën e parë midis Irakut dhe Kuvajtit në 1990, është për të theksuar që në vitin 1992 Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën influencën e neokonëve, të cilët dhe ata kishin marrë një fuqi të paparë në fillim të viteve 1980, nëpërmjet Paul Wolfowitz adoptuan doktrinën Wolfowitz, doktrinë e cila e shikonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dominuese në lindjen e mesme, për të arritur këtë fazë që jemi ne tani. Pra kemi presidentin Bush të parën, kemi presidentin Clinton të dytin, i cili vazhdoi po të njëjtën histori, me thënë të vërtetën, pra vazhdoi këtë planin e doktrinës Wolfowitz, vazhdoi planin e doktrinës futjes së Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, për të arritur, si thash, për të përgatitur terrenin për ditët e sotme. Ama me presidentin Clinton pam diçka tjetër, sepse në të njëjtën kohë që po ndodhte, si thua, dërgimi i më tepër trupave në lindjen e mesme dhe kështu më radhë bombardimi i aseteve të Iranit në lindjen e mesme, dhe të vendeve arabe të cilat u shikonin si kundërshtare të Izraelit. Në kohën e Bill Clintonit patëm dhe marrëveshjen e Oslos. Pra marrëveshjen ku Palestina dhe Izraeli gati njohin njëri tjetrin dhe si thua arritën të vendosin një plan bashkëpunimi për gati njohjen e të dy shteteve. Pra patëm një hap në drejtimin e paqes në lindjen e mesme dhe për të thënë vërtetën ky ishte merita e presidentit Clinton. Po ç'i ndodhi presidentit Clinton më pas? Në vitin 1995 u vra presidenti, kryeministri i Izraelit, i cili Yitzhak Rabin, i cili si thua ishte pjesë e kësaj marrëveshje, më pas u vrahu elmua dhe Yasser Arafat, i cili dhe ishte pjesë e kësaj marrëveshje. Por, pas vrasjes së Yitzhak Rabinit në 1995, këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës pam diçka tjetër me presidentin Clinton dhe siç e dini ju ishte skandali me Monica Lewinsky.
Pra, skandali me Monika Lewinsky ishte një skandal i gatuar nga një agente e Mossadit, se tani më dihet që Monika Lewinsky ka qenë agente, ishte dhe thuhet që vazhdon, nuk është më, po thuhet që ka vazhduar para disa kohësh të jetë agente e Mossadit, ta munduan ta rrëzojnë presidentin Clinton nga pushteti. Nuk ja arritën dot ta rrëzojnë nga pushteti dhe si thua, ato 2-3 vitet e fundit të presidentit Clinton në pushtet ishin vite ku presidenti Clinton si thua u kthye në një president i cili nuk kishte fuqi si thua vendosje ligjesh, sepse si nga Kongresi, si nga Senati pati një presion të jashtëzakonshëm nga presidenti Clinton ku ata e izoluan nga gati presidenti Clinton në një ishull nga i cili ai nuk mund merrte mas një vendim. Pas presidenti Clinton, se thua erdhi Bushi i parë, Bushi i dytë vazhdoi të njëjtën doktrinë e cila kishte vazhduar tani më në ato hapat e tjera, pra pasi ishin vendosur forcat amerikane, bazat amerikane në lindjen e mesme, tani më ishin pjekur kushtet për rrëzimin e regjimeve kundërshtare ndaj Izraelit, do u fillua me Irakun. George Bushi e futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftë me Irakun, pra pasi ndodhi 11 shtatori, ka shumë detaje interesante se si ka ndodhur 11 shtatori dhe unë në portalin e vërteta.net kam si të thua kam disa shkrime pjesën e parë të cilëve është botuar atje për sa i përket të vërtetës mbi 11 shtatorin dhe të vërtetës se kush e bëri 11 shtatorin, po ne nuk do flasim për atë tani. Pra, presidenti Bush arriti pasi ishe formuar të gjitha kushtet për të vazhduar me ndryshimin e regjimeve, pra planet hynë në një fazë tjetër në ndryshim regjimesh. Arritën të bënin atë që të ndryshojë regjimi kryesor, më i madh besoj unë në lindjen e mesme, për ka Arabisë Saudite, Iraku, e pam se ç'ndodhi me Irakun, pra Iraku akoma sot e kësaj dite është një shtet i copëzuar, një shtet i pafunksionueshëm, një shtet i cili nuk ka fuqi të bëjë asnjë opozit Izraelit. Pra, për sa i përket Irakut, kjo arrit në presidentin Bush të parë. Pastaj vjen presidenti Obama. Gjatë kohës presidentit Obama ndodhi diçka tjetër. Ndodhi pranvera arabe. Pranvera arabe është pjesë e kësaj dizajnit që është të filluar në vitet 1980 dhe të zbatuar nga gjithë presidentët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës deri tani, ku shikohej rrëzimi të gjithë këtyre vendeve, siç thash në fillim, vendeve kundër të cilët ishin kundra Izraelit. Dhe presidenti Obama, për ata që thonë që presidenti Obama ishte më i mirë, se është më i mirë se Trumpi apo se Bushi kështu me radhë, për sa i përket kësaj, presidenti Obama vazhdoi të njëjtën strategji, pra vazhdoi strategjinë e parashikuar apo të paramenduar apo të parashkruar një. E gjersa presidenti Clinton vazhdoi strategjinë e tyre, por nga ana tjetër mundua të sillte paqe, presidenti Obama nuk bëri asgjë nga kjo për sa i përket sjelljes së paqes. Presidenti Obama e futi regionin, e futi zonën e lindjes mesme, një kaos total ku u rrëzua Gaddafi, ku gjithashtu pam edhe operacionin Druri i Fikut të vjetër, pra operacioni Timber Sycamore, më falni, ku ai përgatiti dhe rënien e regjimit të Asadit. Pra u përgatit në kohën e Obamas, filloi përgatitja, u bë ky operacioni Druri i Fikut të vjetër, ku u filloi operacioni për rrëzimin e Asadit në Siri. Pra edhe Obama vazhdoi në të njëjtën linjë për sa i përket këtyre. Në të njëjtën linjë vazhdoi edhe presidenti Trump i parë me njohjen e Jeruzalemit si kryeqyteti i Izraelit dhe me sulmet e tjera të cilët ai bëri në rajon, vazhdoi përsëri presidenti Biden me rrëzimin e Asadit dhe si thua me përkrajjen e luftës së Izraelit në Gaza dhe kështu me radhë, vim tek presidenti Trump tani ku me sa duket ai do të jetë presidenti i fundit sipas gjarsave të tyre, ku do të ishte mundësia për të arritur këto gjëra dhe e them këtë sepse duke parë
që lobi hebre është gati po dekapitohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra po bëhet një lobi cili politikanët nuk duan ta marrin vesh se marrin para nga ata, nuk duan që populli ta marrë vesh se marrin para nga ata, sepse ndjejnë që populli do të votojë pikërisht kundër atyre. Dhe prandaj dhe kështu kemi ardhur në pikën që jemi sot. Prandaj ju shpjegova këtë që për sa i përket kësaj që po ndodh, kemi një vazhdueshmëri nga të gjithë presidentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës duke filluar që nga fillimet e viteve 1980. Të kthehemi tani te ajo që po ndodh në teren. Për sa i përket nuk do flas për si thua për ato gjërat specifike për sa i përket ky hodhi një bombë atje, ky hodhi një bombë këtu, po do flasim pak për strategjinë që është ndjekur, sepse kemi parë këtë strategji nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli. Strategjia e tyre fillim fare ishte dekapitimi i zinxhirit drejtues të së gjithë qeverisë apo dhe edhe me Ayatollahun, edhe zinxhirit drejtues shpirtëror të Iranit, duke menduar që kjo luftë do të kthehej si ajo lufta e Venezuelës për presidentin Trump, ku pas 3-4 ditësh çdo gjë do të rrezohej, me shumë gjasa presidenti Trump mendonte që do të gjente dikë nga forcat ushtarake të Iranit të lidhë të ndonjë marrëveshje me Amerikën për të bërë të njëjtën gjë që u bë për shembull në Venezuela. Nuk duhet harruar që në Venezuela u mor Maduro, por fuqinë tani në Venezuela e kanë forcat ushtarake, pra e ka ushtria e Venezuelës, sepse kjo ishte mënyra më e mirë për Amerikën apo për presidentin Trump për të bërë këtë që bën në Venezuela pa futur forca ushtarake në teren. Ai u mundua të bënte në fillim fare të njëjtën gjë me Iranin, por kjo me sa po shikojmë nuk funksionoi. Kjo strategji nuk funksionoi. Duhet kuptuar diçka që strategjia e presidentit Trump dhe strategjia e Izraelit janë dy strategji të ndryshme. Gjesa presidenti Trump, sepse duhet kuptuar që dhe presidenti Trump jemi në një kohë zgjedhjesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump është në një situatë ku ai se tu është duke parë dhe këtë që po ndodh me popullsinë këtu në Amerikë, të cilët nuk e mbështesin këtë luftën, ai mund të ketë një fund shumë të hidhur për sa i përket shkuarjes në burg apo dhe kështu me radhë. Pra presidenti Trump ka bërë shumë mirë kalkulatat e tij dhe mendonte që kjo luftë do të ishte një luftë e shpejtë. Por sa i përket Izraelit nuk i intereson që kjo të jetë një luftë e shpejtë, me thënë vërtet Izraelit nuk i intereson që kjo luftë të mbarojë për disa arsye. Për arsye të parë është sepse ata nuk kërkojnë rrëzimin e regjimit, ata kërkojnë shkatërimin e Iranit. Pra kërkojnë si thua bëhen Iranit pjesë. Se kjo do të ishte e vetmja mënyrë për ta bërë Iranin për ta kthyer Iranin në një forcë jo konkurrente, jo adversare, jo kundërshtare në lindjen e mesme. Strategjia e dytë e tyre është edhe shkatërimi të gjithë këtyre ekonomive në lindjen e mesme, sepse shkatërimi i ekonomive të tyre do sillte dobësimin e këtyre shteteve dhe normalisht që kur të gjithë këto shtete në lindjen e mesme dobësohen dhe Izraeli fuqizohet, normalisht që nuk do të ketë më shtet rreth e përqark Izraelit i cili mund ta kundërshtojë ato në për këto ëndrat e tyre të cilat ata kanë për zgjerimin e Izraelit dhe një ëndër tjetër shumë të rrezikshme që po shikohet tani këto të fundit për shëmbjen e xhamisë së El-Aqsës në Jeruzalem dhe rindërtimit të tempullit të tyre të tretë. Ka një strategji tjetër, një strategji të cilën ata po mundohen ta bëjnë, po deri tani si thua vendet arabe, disa vende arabe nuk kanë rënë në këtë gradë, është strategjia e futjes në luftë të shias dhe sunit, muslimanë përpara shias dhe sunit, sepse në qoftë se kjo ndodh, ata mund të tërhiqen në Izrael dhe mund të shikojnë një luftë ndërfetare në lindjen e mesme midis persianëve, midis Iranit dhe vendeve të lindjes së mesme apo shiave dhe sunit, dhe ata, si thua, do të përfitojnë se normalisht kur zihen dy veta, ky i treti në këtë rast Izraeli do të përfitojnë në mënyrë të paparë. Pra, këto janë disa nga objektivat e Izraelit, të cilat unë besoj se nuk janë në objektivat e Shtetit Bashkuar të Amerikës afatgjata, sepse Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë interesa të tjera për sa i përket interesave të tyre në rajon. Pra, këto janë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat besoj unë deri tani jo vetëm që objektivat flas, të cilat deri tani jo vetëm nuk po arrihen, por po dëmtohen sepse kemi parë bombardimet pa para të Iranit dhe nuk ke se si të bësh ndryshime regjimi, apo nuk ke se si të fitosh zemrat e njerëzve në Iran, kur
ti po vret njerëz kur ti në goditjen e parë që vrave mbi 165 vajza dhe djem shkolle të mitur pra. Por sa i përket objektivave të Izraeli është në rrugën për të arritur objektivat e veta. Pra deri tani midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i po arrisin objektivat e veta, Izraeli po i arrit objektivat e veta. Por sa i përket Iranit, Irani ka pasur disa objektiva të tjera, sepse objektiva kryesore e Iranit është mbijetesa. Dhe si po mundohet ta bëjnë ata këtë? Në radhë të parë, ata në ditët e para të luftës ne pam një sulm të Iranit ndaj sistemeve të radarëve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme, kanë shkatruar disa sisteme radarësh jashtëzakonisht fuqishëm dhe ata kanë bërë këtë për t'i hequr syt, pra për t'i hequr si thua atë mundësin Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit për të qenë preciz në goditjet e tyre. Kemi parë dhe kjo demonstrohet dhe në atë kohën ku si thua Izraeli merr ato paralajmërimet për sa i përket sulmeve të raketave nga Irani, e gjesa kjo kohë më përpara ishte 15 dhe 17 minuta, pra ata i merrnin paralajmërimet 15 dhe 17 minuta përpara se të binin raketat që po vinë raketa. Tani më kjo kohë është kthyer në 3 deri në 5 minuta, gjë që tregon se Irani ka arritur në një farë mënyrë ato objektivet e veta për sa i përket se thua largimit të syve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit në rajon. Faza e dytë e objektivave të Iranit, faza e dytë e arritjes objektivës së Iranit për mbijetesë ishte depletimi, pra harxhimi i municioneve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, dhe ata në fazën e parë përdorën raketa të vjetra, përdorën dron të vjetër, në mënyrë që sistemet mbrojtëse antiraketore dhe antidron të Izraelit të depletoheshin, pra të përdoreshin sa më shumë municione, dhe ne kemi tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit të cilët thonë që nuk kanë shumë municione. Kemi parë një kërkesë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Koreas së Jugut, ku në Korenë e Jugut janë dislokuar disa sisteme antiraketore Patriot, që ata të merren nga, e kanë dhënë atyre për të mbrojtur nga Korea e Veriut, pra që këto sisteme të merren nga Korea e Jugut dhe të kthehen dhe të çojnë në lindjen e mesme, sepse me sa duket këto sistemet antimbrojtëse nuk kanë aq shumë municion sa duhet, sa kanë ata parashikuar për të mbrojtur, sepse siç tham në fillim kjo luftë nuk ishte parashikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zgjaste kaq sa po zgjat. Tani më Irani kemi parë një si thua një mënyrë tjetër të bëri luftë. Tani më Irani po fillon po godet ato pikat strategjike të ushtarëve, sepse kemi parë ushtar amerikan të vdekur, të vinë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me arkivolje, dhe po e them këtë në mënyrë të tillë sepse dua që të kuptoni që këto imazhe janë imazhe që të vrashin shumë administratën e Trumpit, të vrashin shumë president, jo se ka problem presidenti Trump, po që nga populli amerikan, ku shikojnë djemtë dhe vajzat e tyre që kthehen me arkivolje nga lufta, kjo kjo si thua bën diferencën këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ata këtë po ndodhin, pra të infliktojnë sa më shumë dëme tek ushtria amerikane në mënyrë që populli amerikan të shikojë djemtë dhe vajzat e tyre, të shikoj këto pamje makabre kur djemtë dhe vajzat e tyre vinë këtu në arkivolje, si thua. Kanë dhe një strategji tjetër, strategjia e cila besoj unë ka funksionuar shumë mirë, pra strategjia e rritjes së çmimit të energjisë. Kemi parë gazin i cili është rritur në Evropë për shembull me 50% çmimi i gazit, sepse ata kanë bombarduar sisteme, jo kanë bombarduar, nuk kanë të nevojë të bombardojnë, po nga frika e luftës, për shembull Kuvaiti dhe Katari kanë ndaluar prodhimin e gazit totalisht. Katari ka ndaluar prodhimin e gazit 100%, nuk prodhon më gaz, dhe gjitha këto kanë bërë që prodhimi i gazit së ngrohës të ullë, prodhimi të ullet dhe kostoja të rritet. Përsa i përket naftës, nga ato që pashu në bursë sot, çmimi i naftës ka vajtur po shkon gati $100 për fuqi, dhe kjo do të ketë çmimi i naftës në publik po ullet, dhe kjo do të ketë pasoja katastrofike, mendoj unë, jo vetëm për administratën Trump, por për ekonominë amerikane, për ekonominë evropiane dhe për ekonominë botërore, dhe besoj unë që kjo është një nga armët më të fuqishme të Iranit, të cilët ata po e si thua përdorin në mënyrë shumë efikase, mendoj unë.
në përpjekjet e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, ose në përpjekjet e Izraelit, mund të them më mirë, për ta kthyer këtë luftë regionale në një luftë ndërfetare, kemi parë një ndryshim të objekteve të cilat këta po godasin, dhe ç'dua të them me këtë, dhe mund të them që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës fatkeqësisht janë bërë pjesë e kësaj doktrine, sepse kemi parë që është goditur ditët e fundit një impjant i pastrimit të ujit në Iran, për ta lënë popullsinë pa ujë. Nuk duhet harruar që këto janë vende që, si thua, Irani ka burime uji, por duke bërë këtë, ata që kanë bërë? Ata po mundohen ta fusin Iranin që Irani të godis të bëjë të njëjtën gjë në vendjet e lindjes së mesme. Përse po e bëjnë ata këtë? Ata po e bëjnë këtë sepse kanë parë që në lindjen e mesme, edhe pse qeveritë e këtyre vendeve në lindjen e mesme janë pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pro Izraelit, popullsia është totalisht kundra. Dhe goditja e këtyre objekteve të ujit në Iran dhe përpasoj Irani goditjen e objekteve të ujit në lindjen e mesme do të sillte një katastrofë në popullsinë e lindjes mesme. Nuk duhet harruar që nga ngushtica e Hormuzit e mbyllur tani më kalonte mbi 70% e ushqimit që konsumohet në lindjen e mesme. Pra nuk duhet harruar që popullsia, se këtu nuk bëhet fjalë për shejikët, ata e gjejnë mundësinë, po popullsia në lindjen e mesme po përballet me një gati katastrofë ushqimore. Imagjino, në vende shkretir, Arabia Saudite, Jordania, kështu me radhë, për të janë vende shkretir të cilat e marrin ujin nëpërmjet këtyre impianteve, të shkatërrohen impiantet e ujit. Pra, kjo do të kthejë në një kataklizm të regionit, dhe këtë Izraeli dhe fatkeqësisht mund të them Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë po mundohen të bëjnë, po mundohen të shtyjnë Iranin të bëjë të njëjtën gjë. Dhe Irani e bëri, me thënë të vërtetën, në Bahrein, ata goditën një objekt të tillë në Bahrein, objekt të ujit, sepse ç'ndodhi? Sulmi, se ç'bëjnë këta Izraeli me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i bëjnë këto sulme nga Izraeli, këto i bëjnë këto sulme nga Bahreini, nga Omani dhe nga këto vende të cilat janë afër Iranit, dhe vende të cilat janë vende arabe, pra vende të lindjes së mesme, dhe Irani si thosh u kundërpërgjigj dhe goditi një impiant jo të madh, jo impiant kryesor, por një impiant të vogël, një impiant të përpunimit të ujit në Bahrein. Por siç thash, nëse kjo ndodh, nëse uji përdoret si ajo shtriga e cila e përdoret të ujin për të marrë nga një njeri të ka pralla vjetra që mbyllte ujin për të marrë një fëmijë peng, si thua, si ti çonte fshati një fëmijë peng, ose ndryshe s'do ta mbyllte ujin, s'do ta hapte ujin, nëse uji përdoret për të, atëherë shikojmë një kataklizm, një katastrofë në zonat e Mesdheut. Shpresoj që Irani të mos ta gëlltis këtë karem, sepse është një karem i cili nuk do t'i bënte dëm qeverive, po do t'i bënte dëm popullit. Megjithatë këta drejt kësaj po e çojnë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po mundohen në mënyra të ndryshme të fusin Iranin në luftë me popullsitë e vendeve arabe që, si thash, për këtë të vërtetën deri tani janë pro Iranit dhe gati kundra qeverive të tyre. Kemi parë dhe në Bahrein, kemi parë populli të ngrihet në demonstrata, populli me koktej Molotov të godis makinat e qeverisë dhe kështu me radhë, sepse ata nuk e përkrajnë këtë që qeveritë e tyre po bëjnë, pra në luftën kundra Iranit. Ky është dhe një aspekt i ri i kësaj lufte. Për sa i përket përfundimit, unë besoj që jemi në një situatë ku lufta mund të përfundojë shumë shpejt, po dhe mund të gjasë më tepër. Besoj që kjo fundjavë që jemi tani do të jetë një fundjavë decisive për sa i përket luftës. Dhe përse e them këtë? Gjatë natës, gjatë fundjavës u godit një rafineri jashtëzakonisht e madhe në Iran. Irani ka filluar të godet rafinerit në lindjen e mesme. Mund të shikojmë javës tjetër që çmimi për një fuqi nafte të shkojë gati $100. Çdo të thotë kjo, mbase Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta kenë problem, se kanë rezerva, prodhojnë naftë dhe kështu me radhë. Po shumë vende të vogla dhe shumë vende të mesme, sidomos në Evropë dhe në përbot,
nuk e përballojnë dot diçka të tillë, sepse me rritjen e çmimit të naftës, me rritjen e naftës, fuqisë naftës gati $100 për fuqi, është $90 që po flasim tani ka vajtur gati. Çdo thoshte kjo, po gjithë ekonomistët thonë që tek $100 si thuaç kalohet deri ke 90 që si thuaç janë njerëzit në flash këto vendet e vogla dhe vendet mesatare të cilat nuk e kanë këto që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo që ka Rusia, apo që ka Kina dhe kështu me radhë. Pra deri te 90-ta janë si thuaç duke ecur në atë fijen e perit. Po të kaloj ke 100 fija perit putet dhe këto shtete si thuaç do kenë probleme jashtëzakonisht të mëdha, inkluduar dhe Shqipërinë këtu. Dhe besoj që këtë fundjavë telefoni presidentit Trump po shkon, po tingëllon, po bie në mënyrë të paparë nga shumë vende të tilla, të cilat po mundohen që si thua çmimi i energjisë të rikthehet në disa në një çmim gati normal, Nuk duhet harruar edhe diçka tjetër që edhe në qoftë se lufta mbaron sot, do duhen muaj të tërë që çmimi i energjisë të kthehet përsëri atje ku ishte dhe siç thash shumë qeveri edhe mund të rrëzohen, shumë vende mund të shkojnë në kaos dhe kështu me radhë. Pra do të kemi, në qoftë se lufta vazhdon dhe këtë javë dhe çmimi i energjisë shkon mbi $100, atëherë do të shikojmë përhapje të kësaj lufte në mënyrë të paparë. Do të shikojmë një përhapje të kësaj lufte edhe nga ana e Houthit, pra nga ana e Yemenit, ku janë Houthit, sepse këta po mundohen, Izraeli, Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen të përdorin kanalin e Suezit, kanalin që kalon nëpërmjet Bririt të Afrikës, kanalin që kalon nëpërmjet Bririt të Afrikës për të kaluar për ta përdorur si kanal për të kaluar to anijet me naftë. Mirë po, problemi është që Houthit akoma nuk janë futur në luftë. Me përdorimin më tepër të këtij kanali edhe Houthit do futen në luftë, po nuk do të harruar që nga ana tjetër kemi edhe një forcë izraelite në Eritrea, e cila qëndrohet në Eritrea vetëm për këtë punë, vetëm për të sulmuar Houthit, dhe nëse ajo bëhet, kemi Etiopin nga ana tjetër e cila mund të sulmojë Eritrean, sepse si thash janë vende të cilat nuk e përballojnë dot të $100, dhe nëse kjo ndodh, konflikti nga një konflikt regional kthehet në një konflikt botëror shumë shpejt. Unë mund të them këtë, $100 kalimi i naftës në $100 dhe më tepër, dhe ka disa që thonë nëse lufta vazhdon 2-3 javë shkon deri në $150. Kalimi i naftës te $150 do të sillte një kataklizmë ekonomike dhe gati një luftë botërore. Le të shpresojmë që kjo nuk do të ndodhi. Ta bëjmë kaq, pa t'i bëjmë nga 30 minuta këto daljet. Unë në daljet e radhës do mundohem të thres edhe të ftuar ekspert, nuk dua të thres të njëjtit njerëz që dalin nëpër këto televizionet, sepse mendimet e tyre kemi marrë, dua të thres njerëz të cilët nuk janë ekspert, po nuk janë të njohur shumë për të dëgjuar një kënd vështrim ndryshe, dhe këtu do të fokusohem më tepër. Pra në daljet e radhës javës tjetër do të mundohem të sjell një ekspert për temën që do flasim. Dhe deri atëherë, nga unë, kalofshi mirë, paqe për ju dhe familjen tuaj. Mirupafshim.